Partitë politike në veçanti ato në qeveri të gjitha legjislaturave kanë pas interes nga ngritja e çmimeve, sepse nëpërmes ngritjes çmimeve e kanë realizuar mbushjen e buxhetit. E dyta, që të duhet të ishte e para, sepse me këtë të parën shihet shumë mirë karakteri psikologjik i partisë politike të në Kosovë. Partia politike të gjithat e kanë miratuar një ligj për finansimin e tyre nga buxheti konsumues i Kosovës, pa debat publik, pa konsultim publik, pa parën e interesit. Siç po shihet nga kjo që thash, para interesit të shqyrtari konsumator të kësa pagu xheroz kryesor i buxhetit. Dhe çdo ligj që miratohet pa i kaluar këto faza është ligj i jashtëligjshëm. Dhe nëse një parti politike, mos të themi të gjithat, e bën këtë dallavere në mënyrë publike dhe nuk më reagojnë mua asnjë konsumatori tjetër për vite me radhë, do të thotë se është një krimogjeni brenda tyre. Dhe nëse ne kemi një grimcë krimogjenie brenda partisë politike, çfarë ndershmërie mund të presim prej tyre? Dhe po më pyetni çka mendoj unë për këto vendimet parlamentare. Ja çka mendoj unë. Unë mendoj se po të paguashin zgjedhjet nga xhepi i partive politike dhe nga xhepi i kandidatëve politik. Ata nuk do të na çojnë neve për herën e pesë se zgabojnë në zgjedhje. Sepse këtë e bojnë me komocione parave tona. Neve këto zgjedhje si qytetar konsumator të kësaj pagues na kushtojnë çdo herë nga 10 milion. Me 50 milionë deri tashme. Pa i llogaritë ato humbje tjera që i kanë shkaktuar si nus produkt, ne i kemi humbur minimum 5.000 vende pune. Dhe ata që trumbetojnë se po angazhohen për hapjen e vendeve të punës, le ta dinë se na kanë borxh 5.000 vende pune vetëm për vitin e kaluar edhe për si vjet. Këto ankesa janë, siç e themi ne në Gjakov hejgarllëk pashabacën. Sepse nëse qeveritë të gjitha legjislaturave nuk e kanë përmbush mandatin e tyre të na informojnë, edukojnë, arsimojnë, vetëdijsojnë për të qenë partnerit tyre, do me thënë se e drejta jonë për ankesë është mashtrim, është dallavere, është e drejtë jo ligjore, sepse nuk ka bazë ligjore. Dhe nëse ato nuk e bëjnë këte, si do të ankohemi ne? Së pari pjesa më e madhe nuk di, së tjetë pjesa më e madhe nuk din ku, pjesa më e madhe nuk din kur. Dhe pjesa më e madhe pret. Çfarë mund të pres unë në moshën time 75 vjeçare, nëse duhet të pres 10 vjet që ankesa ime të realizohet? Domethënë gjyqësia është aq e ngarkuar sa është e ngath. Neve nuk na duhet kjo gjyqësi, po nuk na duhet as kjo politik, po nuk na duhet as vetvetja, sepse para 28 vjetorit kërkova nga vetvetja dhe nga të gjithë qytetarët tjerë konsumator që ta votojnë atë parti politike dhe atë kandidat i cili prezanton program për mbrojtjen e konsumatorit. Nuk u prezantua asnjë program, edhe na prapë i votuam. Programi të mbrojtjes së konsumatorit nuk i bindet as minti, nuk i bindet as Ministria e Bujqësisë, sepse ne nuk kemi raporte prej tyre për pjesën e programit që takon atyre, që është plan programi tyre. Domethënë totalisht na neglizhojnë, totalisht na përkambin edhe dëshmohet prej aeroplanit se ne i shërbejmë vetëm si gjep rezervë dhe për të na diskriminuar.